vetëm një film, por për adoleshentët tanë është dhe një frymëzim. Harley Davidson është motori që Keldin dhe Skerdin do t'i linte pa gjumë për një kohë të gjatë. Si të kishin dhe ata një motor të tillë? Pasi pa në internet, si dhe në emisionet të ndryshme televizive, vendosen që motorin Harley ta prodhonin vetë. Madje nisur nga përmasat e tij mjaft të preferuara, djem prodhuan edhe këtë biçikletë. Ata kanë mundur ta kenë famën e John Travoltës kur ecin në rrugët e qytetit. Njerëzit kur i shikojnë, ndalojnë hapat, shpeshherë dhe qeshin, dhe më pas interesohen për shpikjet e tyre. Dëshira e Skerdit dhe Keldit është të bëhen dizenjatorë të zotë, dhe deri tani mendojnë se kanë pasur sukses. Çfarë ka qenë ajo që ke parë në internet apo në televizor që të ka shtyrë? E shumta ka qenë video të shumta, po kam parë të Discovery Channel, është një emision American Chopper, që bën motor amerikan Harley, dhe atje më filloi ideja, po më pëlqenin ata lloj motora, filluam të shikonin, studionin, bëm një plan në një letër, dhe pastaj me morëm pak materiale si fillim, dhe filluam të ndërtojnë në pak, shto në një gjë tjetër, shto, dhe doli këtu motor. Skerdi jepte na një ide për bojën, për gjërat, për gomat, dhe vazhduam kështu. Sot kemi bërë këtë motorin. Në gjatësinë e motorit kam imituar motorat Harley që bëjnë amerikanët. Vetëm kjo pjesa këtu është pjesë e një motori Pjesët origjinale të një motori janë vetëm gomat edhe grupi. Komplet gjithçka tjetër. Telajo është e bërë vetë, edhe sarbatori, timoni. Çdo pasdite, pasi mbarojnë mësimin, dy djemtë takohen në shtëpinë e Keldit, ta punojnë me dizenjimin e motorave dhe bicikletave. Një gjë e rrallë, por që për ta mbetet shumë serioze. Ky motor dhe kjo biciklet janë dy kryeveprat e tyre. Shikojeni me kujdes. Gjatësia, timoni, ndensja, madje edhe zbukurimet e vogla ngjajnë me ato të një Harley Davidson. Keldi je vetëm 16 vjeç. Bashkë me shokun tënd. A mund të më shpjegosh se ç'është ky pasion për mekanikën dhe mbi të gjitha për motorat? Ky pasion ka lindur që kur nuk kam qenë i vogël. Jam rritur në servisin e Xhaxhait që është këtu afër, bashkë me Skerdin. Të dy mësonim atje, punonin e ndihmonin na pak Xhaxhain tim. Dhe për këtë bear na lindi një ide për të bërë një motor Harley. Shpikjet e tyre e kanë zanafillin që kur djemt kanë qenë 8 vjeç. Keldi fillimisht ka menduar që karrocën tradicionale me kuzhineta, të përdorur nga disa breza fëmijësh në Shqipëri, ta bëjë me bateri. Ky modifikim rezultoi suksesshëm dhe që në këtë moment, Keldi merr titullin shpikësi i lagjes. Më pas ai realizon një motor dhe me të bën tregtinë e parë. E shkëmben me një motor me bateri. A menduat në fillim se doja dilnit? Jo, në fillim thjesht e morëm si një diçka qesharake, po me kalimin e kohës duke përsosur pajisjet e motorit, arritëm që të krijonim diçka të bukur si ky motor që shikojmë këtu. Keldi, në Fier e din njerëzit që kanë dy dizenjatorë që prodhojnë motora fierak? Këta të lagjes e kanë marrë vesh. Po në për Fier shikojnë motorin habitën, çfarë është gjithë ky. Kur e marrin vesh e kanë bërë vetë si besohet. Pastaj thonë sa e ke pazarin, sa e shet. Unë i them e mbaj për vete. Po ti motorin e parë e ke shitur apo jo? Po. E ke shitur dhe e ke preferuar që të marrësh një motor me bateri. Ky ka qenë biznesi yt i parë? Po, ky ka qenë biznesi im i parë. Mendon se do ta shesësh edhe motorin e dytë? Tani për tani s'kam ndërmend ta shes, po më vonë nuk e di si të eci koha. Po policët kur të shohin me këtë motor si reagojnë, se me këtë të kërkojnë do tas dokumenta? Në fakt s'ka dokumenta, janë ca procedura tjera për të ndjekur dokumentat, po policat habiten dhe policat kur e shikojnë.
Si reagojnë prindërit e tu kur marrin vesh që ti kalon kohën këtu në punishten e Keldit për të prodhuar motora? Shumë mirë më thonë që hajde mëson në shtëpi mos e kalo kohën jashtë duke lozë, po ata thjesht nuk e dinë të vërtetë se çfarë jam unë duke krijuar në këto momente. Për ty besoj është një çik më të mërshme se ndërkohë ti e ke mbushur shtëpinë me kurishte. Si reagojnë prindërit e tu? Prindit mërziten shumë herë, bërtasin ndonjëherë, hiqi këto se bëhe shumë rëmuj. Unë si avë veshin fare në disa momente, pastaj kur i mbaroj gjërat e mia, filloj e pastroj baçën e bëj siç ka qenë. Po kur qeshin njerëzit në rrugë kur të shikojnë, si reagon ti vetë, si ndihesh? Edhe mua më vjen për të qeshur, po e mbaj ri serioz. Nuk e jap veten. Po ty pse të vjen për qeshur? Shikoj njerëzit që qeshin, thonë, çfarë është kjo gjë kështu? Si palidhje. Mu mundohem të jem serioz dhe vazhdoj rrugën eci ku për nisur. Kjo është një motor i bërë vetë me dorë artizanal, që jashtë shtetit dhe vlerësohet shumë gjërat artizanale. Dhe prandaj edhe më ka shtytur kjo ndesi për ta bërë këtë motor. Është i rehatshëm motori? Motori i rehatshëm është. Për rrugët e drejta pa gropa është i rehatshëm. Kurse rrugën e gropa ka pak kësaj gjëra të vogla. Më pas ata u bën shikues të rregullt të emisioneve mbi motorat dhe vendosën të dizenjonin një vet. Djemtë thonë se motori është i rehatshëm për 2 persona dhe me të ata kanë shkuar edhe në plazh. Ndërsa bicikleta gjithashtu është një tjetër pasion i tyre. Me formën e saj ata kanë imituar gjithashtu një Harley Davidson. Bicikleta ka qenë e para që kam bërë. Duke ditur se s'kam pasur mundësi të bëja motorin, thash kush e di si do më duket, bëra bicikletën. Dhe bicikletën me ndihmën e skertit e kam realizuar në formë të tillë. Edhe me bicikletën të njëjtin reagim ke pasur, kanë qeshur njerëzit? Edhe me bicikletën, e njëjta gjë. Thonë njerëzit ti i çmendur çfarë bën këto gjëra. Je i kënaqur me bicikletën? Po, me bicikletën jam i kënaqur. Është e rehatshme bicikleta? Për mua e rehatshme është, po për një njeri që e merr për herë të parë, s'mund ta ngasit dot, e ka pak të vështirë. Po për masat, pse janë kaq të mëdha? Çfarë ke imituar me bicikletën? Masat janë kaq të mëdha, kam imituar përsëri motorat Harley që bëjnë amerikanë. I tillë formë, me timonin të gjatë, piruni i gjatë, të duket gjë e madhe. 2 16-vjeçarët thonë se kanë shumë dëshirë të marrin pjesë në panajire, por deri tani formalitetet duke filluar që nga viza kanë qenë të pamundura për t'u realizuar. Mund ta çon në një panajir, po s'kam pasur mundësinë, buxheti, viza për të dalë jashtë shtetit. E ardhmja e gjimnazistëve i përket fushës së teknologjisë. Ata do të vazhdojnë studimet e tyre në funksion të pasionit që kanë. Tani e tutje, kam ndërmend të vazhdoj shkollën për elektronik, po deri afër shkollës kam ndërmend të bëj disa motora të tjera. Do të bësh koleksion? Po, kam ndërmend të bëj një koleksion me motora, t'i kem këtu në shtëpi. Ndërkohë Skerdi ka ndërmend të vazhdoj për Informatik. Do të vazhdoni të bashkëpunoni bashk për bërjen e motorave? Po, nëse na havet mundësia për më shumë, atëherë do bashkëpunojmë bashkë për më shumë projekte të tjera dhe mendoj se do jam dalë. Ambicia e fundit mbetet një motor me 3 rrota, i cili gjithashtu do të jetë i dizenjuar nga vetë ata dhe sipas tyre do të ketë një realizim perfekt. Projekti që kemi në mendje është një motor me 3 rrota, i cili është për 2 vende dhe shpresojmë që me dëshirën që kemi t'i arrijmë dhe këtij projekti, nuk e dim se derisa mund na realizohet kjo gjë. Keldi, a ke pasur në një gjë të cilën ke tentuar ta bësh, po deri tani nuk e ke realizuar dot në këtë motor? Në këtë motor jo, po kam ndërmend të bëj edhe disa gjëra të tjera, po më vonë. Tashi për tani nuk kemi buxhetin. Sa të ka kushtuar motori?
Afro 100.000 lekë të vjetra.